raportet me to, e di që studimet i keni bo bashkë edhe së djaku jeni, 30 disa vite. Po, kemi qenë në fakultetin filologjik bashkë, ato kemi studiu bashkë, edhe ato jemi njoftue, jemi martue, kemi udhëtu bashkë, unë jam i pandashëm që 39 vite me bashkëshortën time, unë nuk muj asë një rrugë të marrë pa bashkëshortën time. Ajo është legjend, për mu është legjend, gruaja ime është legjend, është një mikprice, është një bujare, ku sot mi ka dhuru 3 fëmijë, edhe na i mbikëqyrën fëmijët tonë, është krenari jashtëzakonisht e madhe me pas me grue ose me bashkëshortën një jetë lumtur edhe që ka faqe mrena asaj. Kemi arrit jashtëzakonisht, kemi punu bashkë, punojmë bashkë. Unë i kam edhe 2 vite, dajmë pension, gruaja edhe 4, kështu që do bëjmë një qarkullim kështu s'pandal shumë Austri, Levan ose Prishtinë, kërë dhe së të që. Do më thonë, je njeri, o qëre, këtë shqiptaria e ka njerëzit e mirë. Une gjithmonë kur dëgjoj bat që jam dine për fshatra ndryshme, kur e thoj njemi vlazër, kur do që të fletë shqip, më rritet zemra edhe pse jam i ri i këti veni, po besën edhe ti e nin vetën qashtu. Po, me u këthy, nështë ta këtë Kosove, ke ndërtu shtëpin, tash ke investu, ju kalon baba shumë tukë, ndoshta kur dalë në penzion, del edhe zonja Valdeta, a ke mendu në herë më orë këto a ju? Sigurisht që po, sepse është vendlindje jone, ku ne kemi kalu fëmirin tonë, ku ne kemi investue këto vendlindjen tonë, ky është toka apo dheu që na tërhjek neve nga Austria, apo nga mërgata dhe na bjen këtu. Si pas gjitha gjasave, ne do kthemi, do vendosmi, do jetojmë këtu, edhe pse vajzat e kanë shtëpinë atje, vazhdojnë jetën e tyre. E kanë jetën e tyre. Ne do kthehemi prap në vendlindjen tonë, sepse me dheu jonë, po të them shkurt, shqip, si thuhet një fjallë popullore, na tërhjek si një polar magnetik, që nga mërgata e deri në vendlindje. Jem shumë i lumtur, pika e parë që po të një tashmë edhe një njeri që gjuhën shqipe e flet shumë bukur, realisht, po që jam dhe mu po më detyron me e folë si kur ti, e shumë bukur.